Për rënimin e objekteve të ndërtuara në pronën të shtetit nuk do të ketë kompromis, kështu tha ministri në detyrë i bujqësisë Armend Muja, i pranishëm në aktivitetin për fillimin e punimeve në kuadër të projektit rënimi i objekteve ku do të ndërtohet objekti i këtij dikasteri. Pas rënimit të objekteve të ndërtuara në pronën që i takon ministrisë, në këtë hapësirë pritet të zhvillohet një projekt i ri institucional dhe urban. Do të gjelbrohet këtu fillimisht edhe do i shërbej studentëve, stafit ministrisë, stafit kërkimor, sepse këto toka kanë qenë të gjitha të Institutit Bujqësor të Kosovës, do të shfrytëzohen si vende ku potencialisht në hyrjet Prishtinës pranë aeroportit do i tregojmë edhe botës që edhe ne mund të bëjmë projektet inovacionit në bujqësi, projekte bashkëkohore sa i përket digitalizimit në bujqësi. Kjo hapësirë prej 1.2 hektarësh pritet të pastrohet për një periudhë të shkurtër, ndërkohë që ministri në detyrë Armend Muja nënvizoi se vendimi përfundimtar i gjykatës është në favor të Ministrisë së Bujqësisë. Disa objekte që do të rënohen për një periudhë të shkurtër dhe ato do të gjelbrohen. Do t'i rikthehen Ministrisë së Bujqësisë, jo vetëm ky objekt, por është edhe mbrapa nëse shkoni, bukur një hapësirë shumë e madhe. Pas kësaj, ministri Muja tha se do të ofrohen edhe mundësi hulumtimi, platforma të digitalizimit dhe objektiva të tjera që janë në planet e ministrisë.